këtë. Ju paska në zonë bora pak, Ja, kanë zonë dimni pak. Edhe nëse zomi mos na qit më. Të bosh, 2 dita, e programit... Përgjëdesin për nonën edhe për fëmijën. Bravo, mishë, qësh është... Mirë. Një vend me qiro për shpat përmbyqjes atje me shira. Gjendja e vërshime këtu krejt uj ka qenë. Këtu ka qenë krejt uj vatë ka shkuve. Është shpirri nga gote me hjek me gjëherë. Po. Jo, shumë për e nuj dhe me thonë drejtën në qëtë kushtë shumë të rana. Asë më shenën drejtore të filmi vaskia me këtu pkeset e mbeturinave ku ka. As kanë reza, sena, as derave që është Vlog, që është të gjatë janë. vlog është më... As nuk keni mujt me gjetë dikun? Që Që na jem gatshëm me pagu Për 3 muj në për 3 muj kontrol. 6 muj bane, lidhësht, bane 6 muj, pas një Që problem. duket edhe një krejt një. Na e bojmë pagesën që rezi në dimojmë edhe me dalë, ku keni mujt me dalë, pas një problem. Shumë janë, zëtë i kam të smutu, edhe këto po tukna që ku marrë. Nësë është të dhe se s'po moj? Hajde, se përshuzum. Ose që edhe këtu pëtijet. O, zëgi bure. Shqipën kokë. Mali ku jam lëmë qëtë. Aj, qëshë. Po, Ashtu ka henë të që 5 vjetë më u botë të i për. 5 vjetin e qëtu, a? Që 5 vjet. Hen ujë si kër i dërsi të banjë, që tash mas 3 vjetë ne ka bo që të banjë. A besë që e ka dhe me që e të notën gjumë, së më ka morë të rëplu të... Atëre po shqie që gjendje nuk është të mirë, me drejturin kemi diskutu kështu që me gjetë një banes me qëra për 6 mujtë të arshëm e sigurojmë ose me këshyrim ose me renovu këtë pjesë ose... Po në kom bo kërkjes të halili e kam mos, po të bo. Po të që njën në listë, jenë në listë. Për gjohë që anë e bojmë për një vjetë, po bëjmë po. Edhe ti ko ke vetë. Ne jesra me dekër më shkyme si qi. Jo mëre se që jeni 3, burri po puneka, mirë është, tash e gjojmë një banes për 6 mujtë e arshëm, edhe për brenda këty në 6 mujtë dhe bëhet një. Kena i shumë, për nga ka i ujtë, gjithë shka për henë, mu që më dhimë të fëmija, se për vetës së bjerë gjëk vetu. Edhe kjo nuk është shumë dashme gjendja këtë, që duhet sot bërjare me dojnë. Shqyqyr që i ke fëmijë të shëndetshëm, e tash po gjemë zgjidhje për njëre. Faleminderit shumë, zoti ju Edhe ti shpërblet. një shëndet, u shoha je mirë, e për një vetër mirë tash mas lidhjes. Po duhet. Mos bëj gale për kur gjë, okej? Faleminderit shumë për Se juve. kemi këtu edhe drejtorin e sigurisë e emergjencave, kështu që gjitha ekipet janë të marrë edhe me juve. U kish, ka problem, me fadin e mirë. Okay. Mirë, to e pas të ngrita, po? Të keni Po, se u kom lëk, e këna që më nalëna. Po, njona është tu, njona është në banesë. Ja, jemi zotit tu. faleminderes. Më ljo dhe mu më nëzit e madhe. Me gjatë atyri më ka marrë dhe 5 vjetë jetës. U ka marrë, ka i zdish, ka marrë. Qatë ka marrë? Ujtë ka marrë me blej, me sëje, me pije me kaj. Ju rujtë zëti se një omë, ju shlërim zëti. Ju s'me të mjetë allone, jara me. Nuk si me në allone në dim. Për zëti ju rujtë. Kemi ekipet për që ata për me ju gjithë për momentin. Që këta dëtë jenë konë, një këta konë. Që me kejtë hyrë. Këtë në zona në shimë. Petë me kuzi që. Edhe gjendje u katastru. Që qëtë u fondi, këtë shkapi. Edhe vitit tjera. Jo. Mos problem, hera para. Vesivja. Që. Këtë jëmë që. Për ty. Që ta parketat që. Gjendje në rushme.
Sallove zëtin. Po, dhe krigën e s'po mëj. Krejt që janë, ne. Edhe këtu duhet, kemi këtu në kodrën e trimave në rrugën Aziz Zhilivoda që ka pas probleme me vërshime. Edhe erdhëm vetëm me i vizitu familjet me drejtorin Fushticën, Lulzim Fushticën, ku edhe ju kemi gjetë faktikisht tash zgjidhje me banesa me qirat derisa të zgjidhet problemi këtu në këto zonat që janë vërshuese. Mirë po, në bazë të analizave po shihet qartë që ka probleme të cilat i ka bo vetë njeriu. Të krijuar si rezultati ndërtimeve pa leje në një zonë faktikisht që vërshohet shumë lehtë për arsye se kemi një lum këtu, një prock e cila po shihet që është bllokuar edhe për shkak të bllokimit krijohen edhe probleme tjera. E këto janë raportet të cilat tash do të merremi përveç normal që me gjetë zgjidhje për këto familje, të cilën zgjidhjen e kemi bërë tash një familje vetëm se ka lëviz në ndërtesë me qira, edhe 2 familje tjera janë po ashtu duke u trajtu. Mirë po sa i përket të ardhmes, po them e kemi një problem këtu që shihet, një problem kyç i cili duhet me u trajtu në mënyrë më sistematike. Pra ndërtesat apo ndërtimet të cilat janë ndërtuar jashtëligjshëm duhet me u ndalu edhe mos me ndodh më gjëra tilla sepse ne faktikisht jemi armik i natyrës, e natyra normal që lufton ndaj gjërave të cilat i dalin përpara. Edhe këto janë disa prej tretmaneve, po them që tash ne si kryeqytet edhe jemi duke i trajtu për të ardhmen. Sa i përket normal qytetarëve tjerë në për zona tjera, ne kemi pas ekipet tona në gjitha territoret, në gjitha hapësinat e kryeqytetit. Kemi menaxhu në mënyrën më të mirë të mundun, mirë po them kemi edhe raporte tash edhe për zonat e ndryshme ku edhe mundemi me intervenu me pas intervenime më të gjata për një kohë më të gjatë, do të thonë për faktikisht trajtimet të cilat edhe i parandalojnë këto problemet me vërshimin e të ardhmen, pra zonat të cilat janë të dituna që janë zona ku vërshohen, nuk mundemi me leju ndërtime, ose me lejone edhe ato ndërtime të cilat janë ndërtuar me pa leje, sepse kemi me vazhdu me pas probleme të tilla edhe në të ardhmen. Pra këto janë probleme tash, po them, me dekada të cilat ndodhin çdo vit edhe nëse nuk i trajtojmë thelbësisht, atëherë kemi me vazhdu me i pas. Për këtë arsye po them që në bazë tash edhe të planit zhvillimor komunal ku kemi edhe 3.5% të gjitha zhvillimeve i kthehen kryeqytetit, kemi me i trajtu të gjitha këto familje të cilat janë në zona të vërshimeve, për me i hekat prej aty, njëherë për gjithmonë edhe me zgjidh këtë problem. Po, rrugët e Prishtinës për momentin janë të gjitha të kalueshme, gjitha ekipet tona kanë qenë në teren edhe vazhdojnë të jenë në teren, dim që kemi temperatura shumë të ulta, dje ishte deri në -15 gradë Celsius, sot i kemi diku në -4-5 tash që po flasim, pra ka ngrica mirë po i kemi ekipet në teren, edhe pothuajse 99% të rrugëve janë të kalume, mirë po nëse qytetarët kanë nevoja të ndryshme, din numrin ku mundën me telefonu. Kemi po them edhe drejtorin Lulin këtu me veti, ku edhe ka qenë në teren Luli së bashku me gjitha ekipet tona të drejtorisë të emergjencës dhe të sigurisë, së bashku edhe me zjarfiksit, së bashku edhe me ekipet tjera emergjente për me ju ndihmu qytetarëve. Tash e pam edhe në një familje që e vizitum, kishte një foshnjë të sapo lindur, ku edhe i patëm edhe ekipet tona prej ambulancës për me ju ndihmu nanës 3 edhe fëmijët të sapo lindur, edhe kemi tash edhe banesën me qira që kemi marrë, të cilën normal kryeqyteti do ta trajtojë dhe do ta paguaj për një periudhë kohore 6 mujore derisa gjejmë edhe zgjidhje më gjatë për këtë familje.